Selin? Po, Ledion, të them të drejtën, po mos ishte për opinionin e arbrit për para disa prajmeve që më tërhoqi vëmendjen që kur jam përballë një personi që unë dua t'ja nxjerr fytyrën e vërtet, në të vërtetë unë e sulmoj dhe nuk e lë aq të qetë. Dhe po mos ishte për komunikimin që patëm me Shëndritin, ndoshta nuk do ta kisha marr atë forcën për të përballuar, për të dalë mirë në debat. Kjo jo sepse nuk kam dëshirë për t'i vënë pikat mbi me Mirin, por realisht unë kam shprehur edhe në dhomën e rrëfimit kur kam patur momentet e mia emocionale që kam patur mundësi të flas me produksionin që për mua ka kaluar, domethënë, në sytë e mi Miri është një personazh që nuk dua të kem të bëj më, aq negativ dhe aq i ligësh përpara meje. Gjithsesi e mora forcën, i dola përballë, i kam bërë shumë pyetje dhe më vjen shumë mirë që pas kanë dalë vetëm kaq. Kjo një mënyrë shumë e mirë për të ruajtur edhe pak Mirin se po të kishte dalë çdo gjë çfarë Miri ka thënë, do kishte dalë shumë keq po prap. Dhe më vjen shumë çudi se si ka mundësi, zgjodhi të ikte nga debati kur u rihap tema e kutisë së Pandorës. Sepse dëshira e Mirit në gjithë mesele ka qenë që kutisë së Pandorës t'ia heqë vëmendjen me lezet, duke insinuar dhe akuzuar gjëra të këtij lloji. Unë thjesht doja të merra disa përgjigje të cilat nuk i mora kurrë. Mora një përgjigje që më leverdisi që ishte për pjesën e prekjeve që Miri ja ka konfirmuar Rogertit dhe aty tha jo. Si ja kam konfirmuar më? Me sy. Ja ka konfirmuar. Ja ke thënë Gimbos. Rogerti ka ardhur ja ka thënë Gimbos. Me sy. Gimbos, okay. Dhe më vjen keq. Unë kam thënë ty që jemi drejt. Dhe më vjen keq. Po si e konfirmuar? Si ka konfirmuar? Ja pra ku është një gënjeshtër, sepse je manipulator. Dhe më vjen keq, Ledion, që ta mbaroj pak. Jo, çfarë do mbarosh? Unë i kam thënë dit që jemi prekur. Dhe Ledion, më vjen keq. Ku? Më vjen keq që njeriu që këtu brenda nuk ka lojë tjetër përpos Selinit, akuzon Miri, edhe nuk reaguar kur Rogerti ka thënë këtë gjë. Bravo, kjo. Sepse nuk reagoj për gjëra të cilat fabrikojnë kundra meje. Pra nuk reagon për gjëra që i bien mbi kurrisë Selinës, reagon për gjëra që bien Jo, fal. Nuk dëgjova. Nuk reagon për gjëra që i bien mbi kurrisë Selinit, reagon vetëm për gjëra që të bien mbi kurrisë. Jo, edhe një. Sepse ka thënë Ledion te diskutimi jon që unë nuk dua të dalë ai i keqi dhe kam njerëz që e kanë dëgjuar. Ti e ke thënë. Ti ke thënë me gojtonë. Ke thënë që unë kjo situata nuk dua të dalë unë i keqi. Një sekondë se unë nuk kam marrë fjalin tim. Ose kur dalin keq kam thënë unë jam i keqi. Jo, ti ke thënë unë nga kjo situata nuk dua të dalë unë i keqi. Nuk reagon sepse dori që ta lesh këtë flakën, të diskutimin në shtëpi, prandaj nuk reagon. Nuk reagon sepse ty t'i intereson që kjo flaka të vijojë në shtëpi. Tash kush e ka rënë ke ti? Madje duke e çuar diskutimin në një nivel tjetër dhe duke aluduar çfarë ka ndodhur poshtë krevatit. Unë? Jo unë. Jo ti pra. Po ti jo unë. Sepse kur ai flet për prekjen në krevat ti nuk flet. Edhe një herë. Bën sikur nuk e dëgjon. Edhe kur shkon normalisht. Ka gjeshur mirë krevat, ka paluar Miri, kam thënë disa herë Miri, po dëgjon ti këto fjalë. Çfarë do të thonë paluar? Se nuk e di. Çfarë do të thonë fjalën palim se 46 vjet. Po nuk e di, o ti që ishte 3 vjet. Ti që ishte 3 vjet. Ti je në rrugën që i dal nuk e shoqëri me burra, ti duhet të kesh më mirë son. Të janë jargon rrugë. Ju të dy duhet të jeni shumë mirë. Nuk më janë se e bëjmë kollaj fare, Roger, çfarë nën kuptore ti me fjalën palim? Po qeshur e din çfarë? Roger, çfarë nën kuptore ti me fjalën palim? Stop, një sekond. Nga gjuha që përdor. O Miri, pyeta Roger. Me fjalën palim e kam thënë nga Gimboja. Kuptimi jot cili është? Ta shpjegoj unë. Fjala palim në vokabularin tim është që i ka knaç lojen në krevat duke ecë përpara me Mirin. Këtë kuptoj unë. Jo. Tani ja gjatë tjetër ç'a mendoni ju? Ai në rregull bash. Jo, mirë që e sqarove që ta fusim në fjalor shpjegimin e kësaj fjale. I ka knaç lojen në krevat duke ecë përpara. Ledion fal po, ma shpjegoj pak Rogerti, më qenë se palim e morën vesh. Po çfarë është ta kanë ngjeshur Miri në krevat dhe keni qenë të dy te banaku Lori kafe.
dhe jam këtyr, çfarë keni qenë të ju kam qenë e ke përqafu në krevat në bashkë me Jordanin të përën gjeshjet. Qanë gjeshjet me ndonë ti? Qanë gjeshjet tjetër? Qanë gjeshjet tjetër? A mbore përgjigja? Vazdo kapuni ju dyse, vazdo më e vapirun. Gjimbo ke problem ti, jo? Vazdo jemi. Leto që më sajë që më vëndi nga miri do nga kuptoj që se dini këtu brënda, ka loj me zëkom këtu brënda që di të luaj. Loja vetë me mirit është Selin dhe jo e Selinit në është miri, në mënyrë absolute. Dhe kjo ka qenë arsye se unë nuk kam dashur ta vazhdoj të historinë e filmit indian të mirit, duke ju shkuar e duke përballur, sepse normalisht një Uele dhe një Roger që rrin me mirin dhe ana vllatin e tij, i intereson. Për sa loja të parë që miri ka e dim ne me cilën rrim, ku është miri Selin? E dim ne me cilën rrim, ti rrim me tuj, ne rrim me mirin, pa problem. Ti dëshiron ta shmangësh, Miri, dua të dëgjoj pak mirë. Atëre, për këtë të fundit që thot Selin nuk është e vërtet, sepse unë nuk kam kërkuar asnjëherë situatë me Selinin në momentin që ne jemi ndarë në lojën tonë. Që do thot, asnjëherë nuk kam shkuar ta ngasmoj Selinin, asnjëherë nuk kam shkuar që ta hap debat me Selinin. Ke folur për këtë bisedë me të tjerë. Sepse po gënjen. Ngacmime ti i bën gjatë A ke folur me të tjerë për këtë temë? A foli Selin dhe unë nuk ndryra? Jo, Ndryra. A ishte ti që shkove fole me Juelen, a ishte ti që shkove me Juelen. Se këto Big Brother nuk e shovi vetëm Prime, e shovi 24 orë. Po prandaj se Mirë pra, ti në një moment shkove duke folë dhe me Juelen. Pse thuti s'kam folën për Selin? Për atë e kisha, pra a ke folur ti për këtë çështje? Kisha një situatë që unë e dëgjoja për ditë këtu në shtëpi që ajo kështu në justifikime o mirë. Atëherë a do shkoj te Juela? Një situatë që mund të ishte zgjidhur shumë kollaj nëse ti do kishe folur direkt me Selin dhe do kishe bën kapakun. Kërkova Selinin dhe Selini tha do të jetë në Gimbo. E po atëherë o e ke kërkuar ose ke kërkuar, se sapo e mohove brenda 10 sekonda. E ka kërkuar. Po jo. Pra, ose nuk e ke kërkuar kur situatën, ose e ke kërkuar dhe Selin sa ka lejuar. Se asu në fliti. Qoftë do të klasë ti fortis se ka problem. Jo, po tu jemi. Atëherë edhe një herë, nëse unë kam kërkuar një situatë, kam kërkuar vetëm të pyes për atë gjë që pyeta. Ai Prime mbaroi. Ju vu pika. Jo, pika vetë kur kapët e të nuk e diskutojnë më. Njerëzit që unë rri, nuk kanë ardhur kanë akuzuar se unë kam pyetur dhe ti ke thënë jo. Ore vesh mirë, as Selini. Unë nuk kam krijuar, as kam kërkuar asnjë situatë me Selinin. Është ajo që vazhdon të gjithkohës edhe me lojtarët e tjerë që ka Gimbo edhe shpërtimin që më kërkoni mua në çdo moment mos e jep vetes tënde ka shumë rëndësi nuk je kurse e diskutimeve me njerëzit e mirë tek dasma unë nuk ka gjenë stafetat e ti o mirë se më ftojnë dasën ajo Ambarove mbarova unë po pra po të dëgjoj zoti Arber mbarova faleminderit zoti Miri tani pse mendoj unë që ti je pak kontradiktor me gjërat që thua patjetër urdhë si patjetër do me thëmë po e pohon. Jo, pa ti Tani, ti... Më të gjohë pra tani, së më të gjohë, pas në preva. Po mirë pra, me qëtësi. Qa ke, nuk të vjen mirë? Me qëtësi dhe po mirë bën që s'vjen mirë. Tani, po mirë pra të gjohë. Shumë rahat e mund, kam i super kulturë që rahat që mos kja dhe ndim fare. Tani, edhe më mirë jam bë, tani, pse je kontradiktor? Je kontradiktor sepse realisht ti je marrë me Selinën, edhe kur nuk e debatuar në mënyrë 3x3. Ke komuniku me Juelen dhe vure në diskutim, do me thënë ndjenja që ajo më do mua, okej? E dyta, po, ajo më do mua ishte Selvi. Të lutem. Bëre tentativat për të prishur dasmën, sepse kur ata bën planin për të prishur dasmën, ti the unë nuk ka për ndërhyrë, po ju bëni çfarë doni. Ideja atyre me kuptu që ata duhet të prishin dasmën. Nga krau tjetër, ti në debat me Selinin je gjithmonë i një anshëm. Pse?
Sepse ti gjatë gjithë marrëdhënies që ke pasur me Selinën ti ja ke fshir çdo gjë që ajo ka pas kontribut te ky raport që keni pas. Ta mbaroj ju. Ta mbaroj ju. Ti ke harruar. Të lutem mos u bëj pa edukat, më le të mbaroj. Ja, po ja. Po më lërë se unë së ndërpreva. Unë nuk të ndërpreva. Ti ke harruar që Selin ka bërë luftra për ty. Është përplasur, është përplasur me Malin, është përplasur me Mateon, nuk dëgjoj Gretën, ku e në shtëpi. Ti të gjitha këto ja ke zëruar. Ti nuk i njeh këto. Ti nuk i njeh këto. Dhe ti të raport ty të intereson që këtë raport ta mbash të hapur, ta diskutosh në përcepa shtëpie me banorë të ndryshëm dhe të nxjerrësh midis këtij raporti sikur Selin ishte një lojtare super e dobët dhe fal kontributit të perandorit Miri u bë ajo e madhja. Por raporti nuk ka qenë kështu. Si ka qenë? Të dy keni përfituar nga një raport. Por me ndryshimin që kur ajo thot, unë nuk merrem me Mirin, nuk merret me Mirin, ndërsa ti e marr non stop duke fol për Selinin. Kaq. Jo, Mario. Je marrë non stop duke folë për Selinin. Non stop. Se nuk reagove kur Rogerti thot që ka disa gjëra poshtë krevatit, pse nuk reagove? Kam reaguar, po... Jo, nuk e reaguar ti. E kishe në klip aty. Nuk reagove ti. Pse nuk reagove? Apo ishte duke të shijuar ty ajo? Ore, tani, o Arber, po më dëgjon apo... Po të gjë. E para punës të gjitha ato që the, ato fakte, nuk janë ashtu kontradiktorje ti, e para punës. Sepse unë gjithmonë kam thënë që ne lojën e kemi pas të dy, a ka mundësi o dha? Urti shok, urti, a do pëshon? O, për të në tyra të në shumë mirë. Ure, nësoj që ka vaj, nësoj që flasë në fjallë. Do thoj nesër nuk blan me fol. Po, bravo, viktimizuar. Ama jepi po të gjoj. Atere, po të them dhe njerë, asë njerë nuk kam thënë që unë kam qenë aji që isha më lartë dhe kjo ishte më poshtë. Kam thënë gjithmonë... Jo, për këtë non stop që unë e kam bërë kërë fjallë atë. Është e njëjta gjë. Po është e njëjta gjë. O miri, se sa po the që programi nuk e shohin vetëm të martëve të shtunave, e shohin 24 orë. Ke thënë jo më larg se 24 orë përpara në sqarimin me Selin, që kur ishe me mua ishe lart, kur je tani me Gimbon je poshtë. Po a nuk është kjo fjalie që po thua që se kam thënë? Një sekundë. O Ledion. 5 sekonda, ja janë. Mund të them 3 fjali. Po ta thuash më mos thuaj gënjeshtra. Unë po them gënjeshtra. Thuash 10 fjali. Nëse janë gënjeshtra për ju, le ta vlerësoj publiku. Ashtu. Po, patjetër. Atere, po them, gjithmonë kam thënë që ne kemi qenë të dy në këtë lojë, kemi përfituar të dy në këtë lojë, kemi dalë gjithmonë të dy të preferuar te kjo lojë. Kryefjala ka qenë Selin, Miri apo Miri Selin. Cila ka qenë? Pse keni qenë kryefjala ju? Çfarë keni qenë? Jo, fal, si keni qenë kryefjala? E kemi nisur të bëj një pyetje. Kemi fituar të dy. Të bëj një pyetje. Dhe kur humbim, kemi humbur të dy. Shumë mirë. Të bëj një pyetje. Çfarë keni qenë kryefjala ju? Më fal, keni qenë kryefjala sepse keni dhënë për të kuptuar neve që jemi jashtë që midis jush ka diçka të ngushtë? Jo. Po si? Si keni qenë kryefjala? Lojën dhe strategjin që në këtë lojë është diskutuar ajo pa fund. Ja ta them ose Miri bënte Orliqe, Selini bënte Lustra dhe prandaj do të dy të preferuar. Po se ku Miri e di që ne kemi qenë kryefjala na tregoj këto ta dimë ne nga Mervesh. Unë është problemi juaj. Që ta ndyr. Miri, unë nuk mendoj që është lojë. Kemi pasur të dy. Miri, se po ju dëgjoja dhe me thënë drejtë nuk doja të ndërhyja. Unë nuk mendoj që është lojë që të tallësh me ndjenjat, edhe me ndjenjat e tua dhe me ndjenjat e nuk janë tallur me ndjenjat e mia. Unë sepse ti po thua lojë. Jo. Ta mbaroj unë mendimin tim. Shiko, ta mbaroj unë mendimin tim se duke mos na lënë të mbarojmë, edhe ti nuk artikulon dot dhe pastaj bën gabime dhe del kontradiktor. Në gjithë marrëdhënien tënde me Selinën, që kur ka filluar Big Brother, që nga historia e krevatit, unë nuk dua ta pranoj dhe s'kam për ta pranuar që ti ke ndjenjë për Selinën. E para. Por sjellja jote në ditët e fundit tregon që ka diçka të cilën ti ose e stimulon, ose kërkon vazhdon dhe të bëhesh një lojtar i pamëshirshëm në marrëdhënien tënde me një vajzë. Pra, ti Morzotri, si. Kur ty Rogerti të thotë ty që
duart e tua nën krevat. Nuk më thot mua. Nën jargan. Etjera. Jo, ta mbaroj. Ora e pam video ti rrotulloje syt për sa ti mor. Ai Një e para, e dyta. Sido që të jetë për moshën që ke, po s'kam çati them unë aty kam thënë qineri jo. Ty nuk të lejohet kur, jo Rogerti, jo Juela, po asnjëri tjetër aty, edhe nëse në një njeri tjetër që ti mund të mendosh nga jashtë, nuk mund ta lejosh që të aludoj apo të jetë insinuata të tua. Se ka kundërshtuar. Dhe pse e them këtë? Jo, të lutem ta mbaroj mendimin tim pastaj bëni çfarë doni ju. Pse e them këtë? E para në këndvështrimin tënd si baba. E dyta për karrierën dhe emrin që ti ke. E treta, edhe për formatin ku aty përfaqëson. Ajo nuk është lojë. Ai është një reality show. Ne duam të shikojmë ju. Ju thoni, duam të jeni vetvete. Pietra, ajo që dua të them prapë. Unë mendoj që në marrëdhënien tënde ti duhet të jesh konsistent. Kë quaj unë konsistencë? Konsistent është e do apo se do më vlla. Mos ta lodh vlla. Selinën vlla. Po jo pra. Nuk e do. E po thuj nuk të du. Thuj që s'ka kam prek me dorë. Thuj që s'ka kam bërë asnjë gjë. Vazhdo. Po jo, edhe kur ajo goca vjen dhe kërkon të sqarohet me ty atje, të bën 50 pyetje, mos i lej pyetje mas pyetje, pyetje mas pyetje, pyetje mas pyetje. Po ndaje. Sepse nuk do të sqarohet. Sepse ti nuk do ta spreshtosh muhabetin, nuk do ta ndalosh muhabetin, nuk do ta mbyllësh atë muhabet. Në ditën kjo dhe ti prandaj e ka thënë të që nuk ishton në prime. Po si e ke ndaluar më mirë, si e ke ndaluar kur jo më larg se prime-in e kaluar kur po diskutonin dasmën, ti me syze, ajo me syze, ti diskutoje, mban syzet se po më shikon mua. Domethënë si e ke ndaluar, se kuptoj. A mund të flasëm me Randalesa është të uroj gjithë të mirat, jetë të lumtur moj vajz, gjete dhe burr, kalosh gëzuar, ka që është ndalesa. Qa ndalesa është kjo? Ska më që, vazhdoj. Dua të dëgjoj pak Rogertin. Rogert. Po. A, se kanë qarkulluar disa mendime aty, që i thonë dhe nuk e di a jeti pro kësaj, apo jo, që në fakt kjo i intereson mbase edhe të dyve për të qenë në vazhdimsi. Kam dëgjuar edhe nga Berkena në fakt që të vazhdojnë të fliten deri në fund, sepse është një temë që harxhon kohë, merr vëmendje. E kam thënë, do e them gjithmonë. Se ka ndjenja këtu ka ndjenja. Kush i ka më të forta, këto e din veç mes njëri tjetrit. A do, o zotria, ke emrin Rogerti? Rrimër vlla në Terezit tane. Se ka ndjenja, nuk i di kush i ka më të forta. Se intereson lojat e dyve, Edhe kujt i intereson më shumë për momentin, është vetëm një person dhe ajo është Selin. Pse? Sepse Selin për momentin nuk di ku e ka kokën. Pse? Sepse Selin që kur është kput nga miri, ka tregu një Selin që shan, që ofendon, që ashtë marrë edhe me fejnë, edhe me gjitha. Mos të mërë e di isha unë, ka marrë menjen vizion o Monika, se do më thoje o ofendon ti, ose ofendon kush. Po në këtë ras po flas për Selin, jo për vetën. Edhe situata ndryshuan, Dhe miri, që e kanë qujtë ofendu si femnave, nuk ka ofendu një femen këtu. Një femen nuk është me një agresivitet, vetëm me dashuri. Tani, është miri personi femnave, është qifri femnash, po mërvla, po qifri femnash, je menoj unë, nuk e menoj miri. Unë menoj një person që ka super respekt për femnash, edhe është njëri i femnave mërvla, gjashëm e thjesht. Kuptoj, shëndrit. O Ledion, po unë stash asë i fjalla, po s'ka problem, jeni ju, vazhdem. Po falj, edhe njerë Po unë s'jam as bastard, as ordiner, si mas zonjushës Selin. Nuk jam as bastard, as ordiner. Selin, i kam thënë vetëm, mos mirë një e se. Kaq, kur sa ajo shumë fjallë për ajo, nofton në dasëm, edhe shikon dhe gjithë kohë, se s'far po ju të dasë pasaj. Do më vjen shumë keqë se ofenduar e kam respektuar çdo moment. Po ama në sytë e mi, ti ke patur
karakteristike të një personi të tillë. Pse më ftohen dasëm për situatë? Si do sillem unë atje? Ku më llogaritse Je ofenduese. Je agresive loj. Je ofenduese. Ofenduese, po ta them sot. Po ta them, më vjen shumë keq për fjalët, më beso dhe të premtoj për të që fjalët më kanë ardhur në bazë të veprimeve që ti ke patur përballë meje. Unë nuk u çova një ditë të thoya një përmendim ti ordiner. Kanë qenë veprimet e tua kanë qenë që mua më kanë shokuar, unë jam çuar të kanë ofenduar. A jam krenare për ofendimet e mia, absolutisht jo. A kanë ardhur nga zemra, patjetër që po. Kanë qenë shumë i sinqertë në lojën që ka bërë me ty. Mos më njohë, mos më thuaj, sepse nëse ka një gjë që më përfaqëson në mënyrë absolute është mos më njohja. Të ka ardhur vllai, më ke thënë, fjala e vllait është ligj, po ai s'është tu, unë do bëj lojën time me ty. Dhe ke vazhduar ta bësh lojën. Dëgjoj pak Shëndritin. Shëndrit, faleminderit. Pyetjet të cilat janë ngritur gjatë lojës, përderisa jam këtu, unë sigurisht që vi me një informacion prej jashtë të lojës së tyre, edhe shkova te Selini thash që i kam dyshimet e tua, edhe pse jam shoku jot i afërt në lojë, po kam dyshime që edhe ti po bën lojë me Mirin. Ndërkohë në biseda e sipër i thash duhet ja kërkosh disa përgjigje, të paktën përgjigjen e prajmit të cilën e kërkove me shumë zë. Ndërkohë, përgjigjen ja kishte kërkuar Gimbo dhe ky dha atë 50-50-shin e tij që se kur nuk ka një përgjigje të mbyllur. Në momentin që e kërkova unë, po bra, kjo s'është përgjigje. Edhe në momentin që e kërkova unë, filloj të atëroj situata, dhe në momentin që i kërkova disa përgjigje të tjera, lëri pra ti gjë menimin e atyre. Po, ka frikë, sepse Miri saktësisht ka mbet në trenin e tij pa rrugë të sakt, nuk e din se ku është duke udhëtuar, edhe në momentin sepse ky e ka planifikuar lojën deri në fund, deri në ditën e 88, qysh ma ka thonë mu me Selin, por vjen Gimbo dhe krijohet një çift, ndahet Selina dhe tani ky nuk di se ku të shkoj. E vetmja arsye që mundet me nejtë në shtëpi, që ka ngelur Miri pa lojë, jo Selin pa lojë. Është Miri pa lojë për momentin. Ti them diçka, nëse u kam ngelur pa lojë, më thoni një moment që un kam shkuar dhe kam pyetur tek ju diçka për Selinin, a ka mundësi se që unë kam shkuar te Selin për ju, tek ju për Selinin, për të hapur një temë, për të zhvilluar më shumë. Vini ju të gjithë, tek unë, për të hapur Juela, a qëndron kjo gjëja sepse me fjalin që thot Miri, një prej njerëzve që përmend Selin vazhdimisht je ti në atë shtëpi dhe ke qenë edhe para që ke hedhur teorinë Selin e do Mirin. Pra, bët dhe një bisedë shumë të gjatë tek për tek me njëri tjetrin e tjerë me radhë. Ledion, unë kam njësë Pra, a qëndron kjo që jeni juve që e hap një bisedën e Miri Selin dhe jo Miri vetë që kërkon të dëgjoj më shumë ose e hap të bisedë? Po, unë kam qenë e para që kam vënë re sjellje të çuditshme nga Selin, që ka ndryshu shumë dhe e kërkon të vazhdimisht vëmendjen nga Miri. Dhe unë thoja, një lojtare fort si Selin, siç më duket dhe mu dhe e vlerësoj. Pse kjo vajzë, në momentin që po ndërdon diçka me Gimbon, vazhdon të kërkon vëmendje nga Miri. Dhe unë si vajzë kam nis duke parë sjellje të saj, shumë të çuditshme. Dhe unë Ledion, tani e tutje, unë nuk e heq nga koka ime mendimin që kjo vajzë është e përfshirë, madje dhe dashuruar me Mirin, dhe nuk më vjen as turp dhe maj përgjësi për fjalët që them. Ledion, të them dhe një gjë tjetër. Madje, mirë kuptoj Selinin si vajzë, jo si lojtare në këtë lojë, si njeri, unë e mirë kuptoj, sepse nuk do doja t'isha në vendin e Selinit, ku gjende ndoshta e përfshirë, me një burr të martuar, në një lojë që unë kam vendosur ta bëj, dhe pastaj jam gjendur e përfshirë. Pra Gimbo, ka qenë Selini do ta lojë gjithmonë, para publikut shqiptar nuk do ta pranojë kurrë. O Juela, mund të të bëj një pyetje? Juela, mund të bëj një pyetje? Po, më thuaj. E kuptoj këtë, po të bëj një pyetje. Ti mendon kështu, po Miri e ka dashur, ka pasur ndonjëherë ndjenja për Selinën në syrin tënd? Personalisht,
unë nuk mendoj që Miri ka ndjenja. Për shumë e thjesht, Miri është një burr që është në kontroll të emocioneve të veta sipas me në këtë lloj aspekti. Nuk e ka dashur pra. Unë mendoj që ai ka tërheqje fizike për Selinin, ka shumë kimi me Selinin, dhe madje mos i kishte qenë burri martu mund edhe të kishte lind diçka mes tyre këtu brenda. Unë jam përgjithë për vetë i bie që e ka dashur, por ndalon faktin që është burri martuar. Mundet thot, më mundet. Po mirë, po jam duke folur me Juelën, më burr, e ka gjestitur lojën e saj deri në fund. Unë besoj që Selin nuk do ja pranoj kur vetes as këtu publikisht, e di shumë mirë këtë gjë. Po flas për Mirin, o Juel. Mund të them diçka, Oli. Për Mirin unë nuk mendoj që Miri ka ndjenja. Unë nuk mendoj që ka ndjenja. O Albert, mund të them diçka këtu. Nuk shkon Miri, nuk shkon. Diçka se mi